Ama a din me lut me top, a veç me shit palloma din ti? Po di me lut, ama s'kam lodra se shumë kisha pas qef mi pas do. Apo do një gjokollat, veç bë bea si deli tani të dhonjonën. Gjent, ti kur s'kemi bu pare, që s'kemi jetu veç të shit palloma. Ma mirë me shit palloma, e me pas pak pare me dash njerës. Se sa me pas pare, mos me dash njerës. Gjent, nuk ta fol jeta të shit palloma, se të është pak me pas barkën e ngjitë. Që kofen, pash I qetë që ki pi gjithmonë. Halit. Atëheri pi shumë kafet në to karrikat e plastikës të shkollat. Po edhe pantollat dhe uniforma e shkymet të ngomas një topit shkym. A din që është më e ronë se me të lanë njerës të zemrës, Halit? Qka? Më e ronë është me hu besimin të njerës të tu më dashtë. E di se ku për dhem. Po ngëm, shokët e vërtet nuk ta ngullin, tiken mas shpine. E nëse ta ngullin, dihet që si n'kona ta kur shok. Me labin jem rrit bashkë, Halit. Me tesha ti edhe me krejt senet që mi ka dhanë. E tash nuk më jas me këshyrë në sy. E Linda, atë ka dash në herë. Linda më ka dash në mënyrën e vetë. Nashta. Po tash e ka zgjedh një rrugë tjetër. E ti çka zgjodhe tash? U ktheva me lyp përgjigje, Halit. Po tash po du mu kthy edhe me lyp paqen. A din çka të marrë lakmiken? Çka? Që ke pas guxim me u kthye me përballu gjithçka. Sa e sa tjerë kthehen prej turpit, prej frikës dhe prej dhimbjes. Jo, Halit. U ktheva se hala kam zemër. Për me ecë përpara po do të me lanë zemrën. Ti gjithmonë ke pasi ma pak, po unë si më ka një dëpt, veç kom pas shpirt, ma shumë se kejt ato lodra tua. Tash ku jeti, kejt e që më ke thonë, ka me të met një fyt.
Ku drejqin në shpital? Që dhe dita, ka qu toka, që ka drejqin u bo me tonë? As një fjallë, as një lemrem. Mos ngot, nështë ka ikë i presionet me. A i din që nuk banë në mashtru. Ka me dalë vetë kime pa. O ti djallë, nësi në bankë, nësë presa më shumë. Kur dikush merë pare, i këther në kohë. E ju më zhduk pa fjallë ashtu që po më në te. E di, ama ki kujdes. Ljavi nuk e vëdallë. Ka pas stres, probleme. Apo më do këtë e ka më mbronë ti? Ti a je me mua, je me ata. Jam me ty. Apo do në qëkaj dhe i ka gruja ti e më s'pegjej dikon. Jo nuk banë hala, ama nëse nuk nihet deri nesër, unë kam e shku vetë shtëpia ti, edhe kush më derë për para, kam më përballu kesh me mua. Po, haq kon nesër dhe të shtëpia labit me ngjes. Kështu më s'kona e levizja të, nëse dërë në kush, farë me kujdes. Nëse jo, thyrë me dëti. Ti bek, nesër dush me shku në lagje. Këshyre në kafe, në rrugë, mos u boj gjallë me konë. E po, që shpa thumë ja bu me gru? E ngucë më ata? Jo, hala, po e prejki dikush gru në lapit, po unë në temë. Le ta qelë e vorën vetë. A kuptove? Kuptova, shef. Qysh mujti me u zhdu kështu, as telefon, as mesazh, as asgjë. E tankohen veç fjallë, su bo marak që s'ka në rregull, rranë e madhe. Mirë se erdhe zamër. Mirë se gjitha jeta jonë. Ama kë këthim, nuk po mdel kuqysh. S'po di Linda, o merë të shumë interesant që më rdu burri kështë pas një zhurë. Po qaje po mvret, kur nuk ka bo kështu. Po qaje është ka mvret, kur nuk ka bo kështu. Edhe kur ka po të lashe në firmë, gjithmonë ka full drejt. Tash as një fjallë, as një SMS. Nuk ka as të një signal, e di që diçka e madhe është ka ndodhur. Nuk është kjo veç humbje, kjo është një zhdukje jetë. Hajde, po qej të shtëpia. Jo jetë, po ma nxen shpirtin ai vend, po më kujton çdo sen. Po du me pi një kafe të fortë dikon, ta kqyrmi tani ka po lëvizme. Anë kafe në vjetëra? Po, në atë vend ku gjithmonë rrinëm. Kush e din ndoshta Haliti din diçka.
Ai ka qenë gjithmonë ndjenjë për çdo gjë. Jetë, nëse nuk e din Haliti ku është labi, atëherë krejt çka kemi ndërtu, u kam veç një mashtrim. O, Lind, a ti je arë? Po, Halit, po në jam. Qysh je? Mirë, ti je mirë? Mirë, faleminderit. Kjo është shoqja eme, Jeta. Më vjen mirë. A ulmi? Ulmi. Oj, Lind, ku je më e më të s'kum po? Qysh je e mira? Po mirë, Halit, po më shkon truni, e din ku është labi. Se kom po që 3 javë. As në telefon, as në kafe. Ti e din që zakonisht ai nuk zhduket let. Halit, t'lutem, tregon, a mos e din, a mos ka borxhe. Se besoj, por ai luk e pare ka njëherë për investim. Po si gjithmonë, tu e lujtë rolin e të fortit. A të kujtohet sa herë ka orë këtë, i njëjti vend, i njëjta karrike, me ty, me Gentin, me krejt. Bre Lind, na jemi rrit bashkë, po te edin mirë, që si jemi mata djemë të ri. A ka pas konflikt me naj njëri, me naj të lashe, që nuk po dënë në tërgua? Ka pas njerës që ka pas bërq, po s'po du mi përzi krejt. Disa nuk janë mi përmen kafe. Ka zino, a? Mos e thuj me zotnarë. Po ka edhe ma shumë se kaq. Ka prejk interesa që s'janë për me lujt. A ka naj rrezik për ta? Për neve? Nuk muj me ta unë përgjigjen e sakt. Por nëse nuk dhe labi me tregu, ka me pas shumë probleme. Linda, ma shumë din se që po të reguhe, po ka me odjekë se cili që ka lujt me zjonë. Hello, Halit. Tash që të po shty pak ma shumë. Po, përse une gjithë me të lashe vi. Jo gjithmonë, po sa të po. Qka dënë me piken?
Bima një langë modhe. A di ku e lobi, Halit? Apo do këna GPS-un a qka? Po ti je ma shumë se GPS. Ti e din krejt që ndodhë këtë ven. Gent, mos u sillë rreth e rrotull. Po fal çka po dyshan. Kum një do fjallë të kësia një ditë. Dikush e përmeni një fantazma princi. Kum një që labi u rrasë në bërës të ta. A ke një ti diçka? A e din që është rrezik me përmen atë emën në këtë qytet? E di po tash. Nuk muj mës me fol, nuk muj mu bon kështë s'po di kur gjan. E nëse flasën çka ndryshon? A më mbron ti nëse vina ata të dera nesër? Jo, nuk ta garantoj jetën. Amo nëse nuk e thojmë të vërtetën, krejt ke mu fundos. Jo veç lobi. Ndors, ka pas një vend, një lokal në Buzdetit, po nuk është as në Hart. Aty ka pas takime me një farë fantazme. Emër që se përdor kur kush dyje. Burr pa emën, pa gjurmë, a i lidh krejt. Po punë e keni farë beka për to më duket. Po beka është veç një kukull, po ka ma të rrezikshëm se ai. Halit, apo menon që lobi është gjallë? S'muj me thonë me siguri, por nëse është, ma mirë është mu lejmëru. Nuk di pse u zhdu, a për të mira për të keq, nuk e di. Linda e di që s'ka munal, po s'ka munal asën Halit. Gent, ti vesh kujdesu për veti, mos u bë heru. Jo krejt të humbur janë të vdekur, e jo krejt të gjallë janë të shpëtum. Son të shumë sene ka njës me uqele, Halit. Amo besëm, jo gjithë shka që ndryqën është dritë. Kush është?
Kush jete? A është Lobi në shtëpi? Ai nuk është këtu. Kush jete? Jam një shok i vjetër. Ka pak kohë që se kum pa e mendova mos është këtu. Shokët e vjetër zakonisht nuk të vinë si hije e trekosin si hetos. E ti po do kështë dikush që din ku është burri vetë. Nuk e di, po di mi njoft mirë njerëz që nuk vinë për mirë. Kush t'ka qu? Unë e vi vetë, po nëse s'kthejna me përgjigje, atëherë kanë me orë thirrët. Lobin e kërkojnë për burgje. Burgje që s'ka mi lasë vdekja. Ai nuk u kon kur i qetë, po nuk e di ku është. As unë, as fëmia. As unë, as fëmia jam. Po nëse ki problem me to, shko e lype ku është. Mos e le vetën. E dim që e ka një vend kum shifët. Nëse s'na thu diçka, herën tjetër nuk vijon. E ata tjerë që vinë nuk trokosin deri. Ani, atëherë, silli ata. Se ti, me këton, veç po me tregon që i dështum. E kur njeri është i dështum, i bën gabime më të rënda. Ti je zoja, apo punon avokate dasha gruash dukjes? Unë jam ajo çka ku mbet. Krejt ajo çka ka rënë mbrapa. E nëse don me gjetë Lobin, mos ma kërcëno më prapën. Shko fol me hijet që e kanë marrë. Shihëm prap. Ma shpejt se që e mendon. Ojlin, qa u bo, qa ka ndodhë? Halit, erdhën të shtëpia. Ai Trenti, ai Beka, ka kërsici i çmendur. Hajde ullë me shikon të Ojlin. Qka të tha? Sot, mes ditës, djali jam u tut, unë mshel në dhomë. Ai trokit kësi çmendur. Kur dola e posh në sy, tha po e kërkoj Lobin për borxhe. Më kërcënoi, tha nëse nuk del ai, ka me orë dikush tjetër që ai nuk troket. A tash, veç edhe që ke përna më ngajka. E di që ti je shok i tij, po nuk po më i munal më. Ka me thoni sen që kur nuk e kom fol me kërkan. Fal lind, jam këtu. Ti e din mirë që dikur e kam dash Gentin shumë. Jemi rrit bashk e kemi pas shumë plane. Po këtu prishën kur ai ka shku në Gjermani. Po e di që Genti t'ka dasht shumë sinqerisht. Lobi më ka rajt. Ka orë të shtëpia edhe më ka thonë që Genti nuk kthehet më. Që Genti ka më martu atje, që ka një gru tjetër të e prit. A Lobi ka voktohen, a? Po, unë jam ka në thyme. Genti nuk më shkrujke, as nuk më therke. E Lobi u mënu mu afru, por ai nuk erdh nga dashnia. Unë e kum kuptu shumë vonë, që ai ka ardhur nga inati e nga lakmia. Edhe kur u lidhëm, nuk kaloi shumë kohë, ai më bindi mu martu. Ishte kërcënuese, më ka për buzë, me shtypke çdo ditë, por unë rrisha për djalin. E tash s'kam, Lobi ka ik, i kam borxhet e tij, frikën e tij, edhe hijen e tij që e kalon. Drejt që e martë. A i s'ka pas drejt me të rajtë kështu, as me të mashtru për Gentin. E djali, po e ndjen çdo ditë, po e kupton që baba i tij nuk është një hero, po është një mashtrues. Para më do sot çka më tha, mam, pse gjithmonë na rrej kebabi? E unë nuk dita çka mi thonë, veç ushtrina, në ka oqme të madhe, e i thash sot kam thonë këtë vërtetën. Ti e konë gjithmonë ma shumë, se qka a i ka dit me vlerësu. Genti ka prit në zemër, ti e konë e vetëmja që ja ke mush sytë. Lobi ka pos frik nga kja. E din që am ka dhinë mas shumë ti,
që unë e lash vetën më bindë. Me lan Gentin, dashnin, që vetëm nuk po ta guxim me prit, me u ballafaqu me heshtjen, e tash, mas gjithë këtyne vite, po ballafaqona me pasojat e një mashtrimi. Ti ke fuqi me ndreq, ndoshta jo me kthy kohën. Po me ja kthy vetes nderën, a ke vendos me fol me Gentin? Nuk e di, por e di që djali jam ka me marrë vesh të vërtetën. Edhe Genti, nëse e merr vesh të vërtetën, le ta dim që nuk e kom lanën e. Veç jam mashtru, e jam shtrydh, po prap jam këtu, me frym, me dhimbje dhe me nder. Për ato që kanë mbet, e për ato që kanë me ardhë, e për një grua e thyme që po qëndron si mor. Faleminderit Halit, ika unë. Na u bënë Halit? Jo, veç u bo pak qetësi. E dite kone po të parasyje. Jo, e pash dikan që o të dollë. Se kush ke? Linda. Linda? E që pëllipe e këtu kur ish këthy? Sët, E ti e ke ditë që o këthy? jo deve sa e pash. Erë drejt këtu. Ke shumë e të rënditur gën. Jo veç për labin, po për krejt sanë tjera. E pse ku a lobi tash? Edhe ai në Italia? Në rrugë të e mashtru dikan tjetër. Jo labi është duk, Linda se ka pa. As një shaj, as një fjallë. Pe lypi njerëz e ka zenës o gën. Kush? Beka, punëtori i princit. Më kallzoi Linda. I kishin shku në shpe, i kishin kërsit si të randë. E ka kërsnu, edhe i ka kallzu që ka labi shumë borxhe të mëdha. E nëse labi nuk vjen, dikush tjetër ka me pagu. A pet kjo lobi? Edhe kur s'është vet, bën të lashe diqysh. Para me ndu, djali i saj shkon të udhrill. Linda më tha që s'pe nje ma djali babën e vet. S'po di, a mu frigu prej ti, a mu mërzit për ta. A diçka Halit? Unë apet kur ju më kthy kum pas një tro respekt për Linden. Thash, nështë asaj si kanë kallzu. Nështë se ka ditë vërtetën. Po tash unë e nuk di. Që shka mundësi mu martu me labin kur e ka ditë që ka bo. Linda t'ka dash ty gent, veç se ka ditë vërtetën. Po labi e ka mashtru. Po që shka mujt mu mashtru. Unë e kom shkru të ankorën, Halit, edhe e kom thirë. As njerë s'ka pas qasje në telefon. Ka zgjedh me besu në pare. Gent, labi ka vepru me plan këtu. E ka shfryzu mungesën tone. Ka kriju frikë. Ka shpif që je martu e ti që se dënë mo. Linda ka përjetu këto se vdekje. Se s'ka pas as një sinjal për teje. Ka lëshu pelë. Unë e kom jetu çdo natë në Gjermani me kujtime në Kosovë, Halit. Ty e menu Linden. Ty e menu që shkeshke. E kur u ktheva e shko me fmi. E martume me shokun ten. E sët, me pas pa grunë që ke lanë, ke pa një nanë shkatrume, me borqe, me kërcnime, edhe fmin që s'po guzën me pa në sy. E unë qa me bon tash? Mu këthymi në rejsh gabimet që si kom bo une. Ne u përzi apet një jetën e saj. Ku çdo herë ajo apet ka me zgjedh rrugën tjetër. Nashta jo, po nashta sjeti maj që do të me ikë. Tash ajo ka me kuptu ku shkon Genti edhe ku shkon labi. A e tha nëj fjallë për mu? Tha që ka me kallzu djallit vërtetën. Edhe ti nëse s'ki me besu, ka me përpjek. Me të kthy, sa do pak dinitet që t'ka marrë labi. Aja nashta don me kthy dinitetin tem. Po unë s'dia ka me mujt mja kthy që më ka bo aja.
E ke qelë edhe për gjenazë kafën Alit? Ku është? Kush? Lobi se kush? Nuk e di. A, po ndohet a për tani me lujt budallën. Nësë për lujna kur gjave që labi është duke nuk pedim ku është. Këshore, unë nësë jam marrë të me pi kafe, e as me bu më abet kuti. Ka marrë se ka pare që në hukë, edhe emra që në shumë fletore të zezë. Na nuk jem polic, as boshli, kështu tjetër ka. Jo, Alet, ju jeni pikrisht ata që më doni. Se ju jeni të vetëmi që labi sëll ke këto rrëth juve. Këto pike kafe dhe këto rike. Qa ka bon labi konkretisht, pse pe lypni? Se për 4 muaj dit, labi ka hup 200 mjera. Ka lujt, ka garantu se i sjell, e tash nuk u po ma. Bek, po të thëmë diçka. Kjo s'është hera parë që njerëzit zhduken prej kazinosh. Po kërcënimet e tepruara në lokalin tam nuk i toleroj. O Halit, unë s'po të kërkoj leje. Nëse labi del pe kësaj dere, ose shet dikush me juve, e dini ku me e pru. Se ti e din, për ndryshe, s'ka lokal, s'ka qetësi, e as s'ka misi. Pse për përzini gruën e ti, Linda s'ka lidhje me çdo borxhe. Fale, janë të volë me ty. Po tash po foli se Linda ka fëmi. E ti me shku natën në shtëpi tyne, ti nuk je burr, ti je tëdz. A din çka jena na? Na jena pasoj. Pasoj e budallakive të lap biznesmenit. Nuk e keni mbrojt kur akon koha. E tash jeni të vënum dët. Ball, çudi jashtë. Ky lokal nuk bën pazare me borxhe të kazino. Dil para se me qiton. Ti, nëse do me mbrojt Linden, bën mirë me gjetë labin para se me gjetën. Se kur e gjej unë, s'ka me pas ma kush kur gjë për me mbrojt. Që ke punë do me marrë fund ka keq. Për dikon ka marrë fund, veç sa s'ka ndodhur. E nëse labi nuk del shpejt, kjo kam i kallë krejt. Falë, mos më ko këtu. Komet s'kejt kam këtë thonë. Shkova të shtëpia e labit, gruaja m'dol për para autot. U përpjek më bua furt, po jo drejt shndurt, tha s'di kur gjë. Po në ndjeva që ajo din. Në sy e lexova, Po, ma shumë flet heshtja se fjallë. Ajo e ka një që labi nga atë se ka komunikim me ta. a janë zorën e fjallë. Jo, Labi po të më në dalë shumë ka pëta i mëre. edhe kam i prish edhe ma keq nëse s'ndrojmë taktik. Nëse s'mujna me usilë rreth një të spik nuk pëdel. Gruaja e tij e din ku është. Unë e kam një ide geniale pa probleme. Ti kur thu geniale, për çka ki fjallën e saksisht? Për çka më ke marrë mu bek? Apo do këna ty budalla, çka po do këna ty? Djalin. E morëm djalin e labit veç për një natë. Jo me i bo keq veç me shti Lindën me full. Labi nuk flet, ajo nuk bashkëpunon, e fëmija është pike dëpt. Kur e din që fëmija nuk është në shtëpi, ajo vetë e thirr labin. E interesin ton se mbrojmë na me fëmi. Na kem kod, s'prekon fëmi, nuk prek mi gra, s'prek mi familje. Kur? As kur s'kena prek fëmi. Më veç më mënej për zgjidhje. Na si jem organizuar banirëse. Kemi nevojë me mbrojt interesin tonë. Nuk po thome e bodon, po veç presion psikologjik.
Ball, nuk jem hojna të rrugës, që rëzojnë fëmijë për borgje. Nëse veç me ndonë me prej ka djallë, ti e ma rëzik se labi, dije. Shko vazhdo kërkoj labin. Shko shti frikë në ta qëjmë shefin, për mos e përmen ma atë fëmijë, si tjetër ka qëjmë fjartë. E mos haro kur, nuk jena kriminell, jemi njerëz që kërkojmë që ka në takon, me nderë, jo me turp. S'ka më përsërit kur.